Even in his Edhe pse me zë të ullët, urdhri i Thachit është i qartë. Dëshmitari 4 duhet, dhe këtu citoj, të korrigjojë dëshminë e tij të mëparshme, që do të thotë që duhet të ndryshojë dëshminë e tij të mëparshme në favor të zotit Thaçi. Më konkretisht, ai referohet pjesës 6, faqes 7 të intervistës konfidenciale me ZPS-n. Dhe që dëshmitari duhej që ta bënte të ndryshim këtu në Hag, në seancën për përgatitjen e dëshmitarit me ZPS-n, përpara se sa të ulej në bankën e dëshmitarëve në këtë sallë gjyqi. Thaçi urdhëroi dhe tha që kjo është faqa dhe pjesa që vizitorët e tij duhet të merrnin me vete në mënyrë të tillë që ta bënin punën që ju kishte kërkuar. Dhe më pas duhej që të siguronin që nuk kishte asnjë lloj dyshimi për urdhrat e vet, dhe nuk kishte asnjë hapësirë për gabim. Thaçi i bëri edhe më të qarta udhëzimet e veta. I kërkoj sekretarit që të paraqesë klipin deri në minutën e 2 sekondi 7. Part 6. Pjesa 6, faqja 7, deri tek rreshti konkret, specifik. Të nderuar gjykatës, besoj se mund të dëgjoni shumë qartë zhurmën e letrës që sapo e dëgjuam në këtë fragment. Pra thuhet që dëshmitari 4 duhet me përmirësu dëshminë e tij. Dhe në pjesën përfundimtare të këtij fragmenti që sapo dëgjuam, Thaçi e tha shumë qartë se çfarë mesazhi kishte lidhur me këtë dëshmitar. Do i kërkoj sekretarit që të vazhdoj me pjesën tjetër të këtij klipi. Thaçi dhe parashikon që çfarë do i bëjmë, cilat janë pyetjet që do i bëjnë dëshmitarit gjykatësit. Dhe nuk ka pikë dyshimi që pjesa e fundit e këtij fragmenti të incizuar është më e vështirë që të dëgjohet, sepse zoti Thaçi po flet me zë shumë të ulët. Por, pavarësisht përpjekjes për të fshehur atë që po thoshte, ai nuk e arrin këtë qëllim. Këtë do ta shikojmë gjithashtu edhe përmes provave që tregojnë që në pjesë të veçanta të deklaratave të mëparshme të dëshmitarit 4, që Thaçi në mënyrë të vazhdueshme i ka përsëritur, përkatësisht pjesa 6 faqja 7, ishin pjesët konkrete ku dëshmitarit i bëjnë pyetje lidhur me përfshirjen e Thaçit në keqtrajtimet e pretenduara nga anëtarët e UÇK-s. Me fjalë të tjera, ajo çfarë dëshironte Thaçi lidhur me pjesën 6, faqja 7, ishte që të eliminoheshin provat për përfshirjen personale të Thaçit në keqtrajtimin e pretenduar të dëshmitarëve. Dhe sërish, edhe kësaj here, bëhet fjalë për dëshmi të cilat janë mbledhur jashtë objektit të paraburgimit që e provojnë të gjë përtej dyshimit të arsyeshëm.
Në këtë kuadër, nëse do i referohemi datës 2 nëntor 2023, më pak se sa një muaj pas vizitës së kryesiut dhe Kilaj për zotin Thaçi, ZPS-ja zhvilloi një kontroll të autorizuar me urdhër gjyqësor në banesën e Kilajt në Kosovë. Gjatë këtij kontrolli, ZPS-ja sekuestroi copa letre të grisura nga një qese mbeturinash që ishte lënë në hyrje të banesës së zotit Kilajt. Mund të shikojmë këtë në provën materiale të ZPS-s P00123. Pra, sikurse e shikoni, kjo qese është mbushur me letra të grisura. Ekspertët forensik i kanë bashkuar këto copat e grisura të letrës dhe rezultatet tregojnë që Kilaj kishte grisur dhe kishte hetur në kosh mbeturinash, jo copa letrash rastësore, por letra të grisura të dy deklaratave të mëparshme konfidenciale të dëshmitarit 4. Një prej letrave të grisura mund të shikoni në ekran dhe kjo ka numrin P3 të provës materiale të ZPS-s. Kjo është pikërisht faqja 6, pjesa 6, faqja 7 e dëshmitarit, e dëshmisë së paraprake të dëshmitarit 4, dhe ndërkohë e kemi dhënë të paqartë, nuk mund ta lexoni sepse mbetet një dokument konfidencial. Ndërkohë që versioni plot i deklaratës së dëshmitarit 4 të ZPS-s i është nxjerrë Thaçit në çështjen 6 përpara vizitës së 6 tetorit. Pjesë e dokumentit sekuestruar nga Kilaj është eksaktësisht e njëjta pjesë dhe e njëjti numër faqe që Thaçi tha që dëshmitari duhet ta ndryshonte, pra që ja kërkoi Kilaj gjatë vizitës që ky i fundit i bëri zotit Thaçi. Dokumenti i grisur i sekuestruar nga Kilaj ka madje edhe pjesë të nënvizuara, ka edhe shënime me dorë në pjesët konkrete për të cilat Thaçi kërkoi në mënyrë të vazhdueshme që dëshmitari 4 duhet që të ndryshonte dëshminë e vet. Të nderuar gjykatës, këtu përfshihet edhe një kuti e bërë me shkrim dore lidhur me pyetjet dhe përgjigjet që fillojnë në rreshtin 9, pjesa 6, faqja 7. Kjo është pjesa që ka të bëjë me identifikimin paraprak të dëshmitarit të zotit Thaçi, pra, identifikim që i ka bërë dëshmitari zotit Thaçi. Dhe kjo nuk është e gjitha, sepse ZPS-ja ka marrë gjithashtu përmes urdhrit gjyqësor incizime dhe të dhëna nga qendra e paraburgimit dhe nga printimet dhe kompjuteri i zotit Thaçi. Të gjitha dokumente janë shqyrtuar nga një eksperte e pavarur përpara se sa t'i jepeshin ZPS-s. Asnjë prej këtyre dokumenteve nuk është stipuluar nga privilegji ligjor. Dhe këto dokumente tregojnë se Thaçi ka printuar të njëjtën pjesë konfidenciale të deklaratës së dëshmitarit 4 vetëm 2 ditë përpara se sa të përdorte atë gjatë vizitës me zotin Kilaj dhe zotin Kryesiu. Këtë mund ta shikoni në provën materiale të ZPS-s P00128. Provat tregojnë gjithashtu që Thaçi ka printuar edhe dokumente të tjera të lidhura me dëshmitarin 4 me njëherë përpara vizitës së 6 tetorit me Kilajn dhe Kryesiun, përfshirë këtu edhe një dokument tjetër që është gjetur i grisur në qesën e mbeturinave të Kilajt. Për referencë të mëtejshme, mund të referohemi në provës P00133 të ZPS-s. Me fjalë të tjera, ndëroj gjykatës, provat mblidhen me njëra tjetrën për të treguar që përshpërimat e Thaçit në audio incizim, pra nuk janë të vetme si prova, po janë prova të cilat mbështeten dhe konfirmohen nga prova të tjera fizike dhe elektronike. Kjo tregon organizimin, planifikimin dhe hapat konkret që i akuzuari ka ndërmarrë në përpjekje për të penguar procedurat dhe për të ndërhyrë me dëshmitar që dëshmonin në mënyrë të tillë që dëshmitë e tyre të ndryshoheshin për të shërbyer zotit Thaçi. Do marr një tjetër shembull për të treguar se si funksiononte ky plan. Sikurse thuhet në atë akuzë, grupi i Smakajt e akuzuar në këtë çështje gjyqësore kanë bërë 2 vizita. Njërën vizita kanë bërë në shtator dhe njën tetor të 2023-shit. Gjatë të dyja vizitave, Thaçi ka përmendur në mënyrë të vazhdueshme Bislim Syrapi për ndërhyrje. Këtë e trajtova pak më herët.
Këtu përfshihej recitimi I gjatë I Thachit lidhur me pika specifike të zyrapit dhe sqarimet që ai kërkonte që të bënte zyrapin në mënyrë të tillë që të minimizonte rolin dhe llogaritdhënien përgjegjësinë e zotit Thaçi. Kjo përfshinte faktin që shtapi I përgjithshëm përpoi vetëm prej 6 personave deri në nëntor 98-s, duke përjashtuar Thaçin, që Thaçi kishte qenë jashtë Kosove në periudhën nga nëntori 98-s deri në mars të 99-s dhe që në përgjithësi ai të përqendrohej tek komandantët e zonave dhe Adem dhe Maçi. Gjatë vizitës së 7 tetorit, Thaçi dhe vizituesit e tij kanë përdorur një taktik tjetër përveç përshpëritjes së zakonshme në mënyrë të tillë që të mos merrni vesh se çfarë po diskutonin dhe çfarë udhëzimesh jepeshin për dëshmitarët. Kësaj here, përpara se të fillonin që të flisnin me Smakaj lidhur me zyrapin, Thaçi I tregoi Artan Berhamit që të fliste më me zë të lartë në mënyrë të tillë që të mos diktohej dhe të mos merrni vesh se çfarë po përshpëriste zoti Thaçi. Berhami e bëri këtë gjë, ndërkohë që filloi që të fliste në zë të natyrshëm. Smakaj I raporti Thaçit që ai kishte qenë në kontakt me zyrapin dhe zyrapi tha përshëndetje. Këto mund t'i shohini në të gjitha ato që unë sapo ju shpjegova, mund ta shikoni në këtë fragment të videoincizimit. Kështu frymen me përhap, do të thonë shoqë. Bisedot ko. Dhe mos viti 3 nuk është. Se kanë e të është. Foli, von jo në kanë. Ka letë, mos viti vogët e kështë. Po të dojtë e është qatë modele dhe... Po... Kështu për dhe më dhe Këto? Po I mos vë që gjithë të të Po. Në paklovni. Në godë, në godë, pasë po. Edhe me naj pikë. Se di këta ju sa do që si pika, për presin. Here again, Edhe këtu, provat e mbledhura jashtë objektit paraburgimit përkojnë me atë se çfarë është në përshpëritje brenda objektit paraburgimit. Më konkretisht, prova materiale ZPS-s me numre RN-je 125731 që e pat përmban informacione të cilat janë marrë prej telefonit celular të Smakajt. Dokumentacioni tregon që me datën 23 tetor 2023 Smakaj dhe Zurapi kanë qenë në kontakt, ashtu sikurse Smakaj I kishte do I thoshte Thaçi disa ditë më pas. Dhe në fragmentin e shkurtër që do të dëgjojmë tani të vizitës së 7 tetorit, sikurse bëri në rastin e grupit të Kilajt kur e vizituan atë, Thaçi përdori dokumente për të siguruar që udhëzimet për ndryrën ndaj dëshmitarëve të ndiqeshin nga vizitorët. Atëherë, vazhdojmë me klipin e radhës, të cilin e ka marrë nga prova materiale ZPS-s për 00110. now, just 3 weeks Vetëm 3 javë pasi Smakaj dhe Thaçi diskutojnë duke shkëmbyer letra në shkelje të rregullores së objektit paraburgimit, një prej personave për cilën ta flasin është Bislim Zurapi. Ndërkohë që dokumenti që për cilin diskutohet është dokumenti që është sekuestruar nga makina automjeti I zotit Smakaj. 2 faqet e dokumentit që mund të shikoni edhe këtu, që janë dokumenti P00125, që është provë pranuar e ZPS-s. Pra, në këtë dokument janë të nënfizuara aspekte të cilat
përmbajnë një narrativ që ulin rolin ose minimizojnë rolin e leadershipit të zotit Thaçi në UÇK, ndërkohë që i kalohet përgjegjësia aktorëve të tjerë në mënyrë të tillë që të eliminohet dhe minimizohet përgjegjësia e zotit Thaçi për krimet e ngritura në akt akuzë në çështjen 6. Narrativa nga ky dokument, i cili është marrë nga automjeti i zotit Smakaj, është synuar që të shërbente për të ndërhyrë me dëshmitarët me persona, me dëshmitarë të brendshëm të UÇK-s, duke përfshirë këtu edhe Bislim Zyrapi. E nderuar gjykatës, ndërmjet të tjera, edhe kjo është e qartë se këto bët që janë të shkruara me shkrim dore i referohen konkretisht zotit Zyrapi dhe dëshmisë prej tij. Është gjithashtu e qartë nga fakti që disa prej pjesëve të dokumenteve përkojnë me udhëzime të dhëna me gojë nga zoti Thaçi për, në thonjza, bisën, dhe me bisa i referohet Bislim Zyrapit gjatë vizitës së incizuar të 7 tetorit. Për shembull, këto mund ta vini re dhe duke krahasuar transkriptin e kësaj vizite me tekstin e dokumenti që i është sekuestruar Smakajt, sikurse mund ta shikonit këtu, dhe që është i regjistruar si provë materiale e ZPS-s me numër P00110 atë dhe atë, dhe prova materiale e ZPS-s P00125. Vetëm kjo faqe e dokumentit të Smakaj, që e shikoni në diapozitiv, përmban shumë gjëra të ngjashme me udhëzimet e dhëna nga zoti Thaçi për të grupin e Smakajt, se si duhej që të jepte dëshmi Zyrapi. Përfshirë faktin që shtabi i përgjithshëm përbëhej vetëm nga 6 persona, 3 antar në Kosovë, duke përfshirë 2 studentë letërsie dhe 3 antar që ishin jashtë Kosovë. Ka edhe shumë përkime të tjera, të cilat janë dokumente të pranuar në prova, dhe disa prej këtyre përkimeve janë fjalë për fjalë të njëjta. Prova do tregon gjithashtu që i njëjti dokumenti sekuestruar nga Smakaj, pa këto highlighted dhe pa shkrimin me dorë, është gjetur në kompjuterin e zotit Thaçi në qendrën, në objektin e paraburgimit me titullin për avokatët. Pra është e njëjta dosje, e njëjti dokument i cili është printuar në objektin e paraburgimit vetëm disa orë përpara se Smakaj dhe Berhamit vizitonin Thaçin në datën 7 tetor. Këtu mund të shikoni provën e prokurorisë P00128, ku bëhet fjalë për dokumentin që unë sapo shpjegova. Për të qenë të qartë, zoti Smakaj nuk ka qenë asnjëherë avokat i çështjes 6 apo antar i ekipit mbrojtjes së zotit Thaçi në çështjen 6. Të marrën së bashku, këto prova tregojnë që Thaçi ishte organizuar dhe i përgatitur për vizitën e 7 tetorit në mënyrë të tillë që ai të jepte udhëzime sa i takon dëshmisë së zotit Zyrapi dhe të kërkonte grupit të Smakajt që t'i transmetonin këto komente të zotit Zyrapi. Dhe së fundi, prindëri i përdorur për të printuar dokumentin e sekuestruar nga automjeti i zotit Smakaj është i njëjti i përdorur nga zoti Thaçi për të printuar dokumente konfidenciale, që zoti Thaçi ka përdorur me vizitorët e tij sa i takon dëshmitarit 4. Këtë mund ta shikoni në provën 128. Provat në të çështje gjyqësore, nderuar gjykatës, janë të shumta dhe janë konfirmuese ndaj njëra tjetrës. Ata janë pjesë së njëjtës qëndrimi, që zoti Thaçi ishte drejtuesi dhe organizatori i disa përpjekjeve për të penguar dhe për të ndërhyrë me dëshmitarët në çështjen 6. Të marrën së bashku, provat do të provojnë që zoti Thaçi, zoti Kilaj, zoti Smakaj, Fazliu dhe zoti Kuçi janë secili prej tyre fajtor për te i dyshimit arsyeshëm për veprat e ngritura në akt akuzë ndaj tyre. Zoti Hicks, kolegu im,
X O'Connell do të flas lidhur me bazën ligjore të zbatueshme në këtë rast.